Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore dhe në këto momente janë bashkuar me mua të ftuarat për sot Elia dhe Seriola, studente pranë Fakultetit Ekonomisë. Përshëndetje, mirë se keni erdhur. Kënaqësi edhe për mua të bashkëbisedoj me ju edhe jashtë mikrofonit. Ishim duke ndarë me njëra tjetrën në lidhje me një projekt mjaft interesant të cilin e keni realizuar së fundmi, Agropartner, dhe për cilin ne do të flasim më gjatë sot, por së pari për gjithë ata që janë duke na ndjekur, mund të prezantoheni? Patjetër, unë jam Elefteria Ameda, shkurtelja. Vazhdoj studimet për informatik biznesi në vitin e 2 bachelor në Universitetin e Korçës. Më vjen mirë. Përshëndetje, unë jam Seriola Sullallari, dhe nga informatik biznesi, shoqe klaste së bashku me Elia, jemi bashkë në të njëjtin rrugëtim. Përse keni zgjedhur këtë deg për të studiuar? Çfarë ju ka nxitur apo motivuar më tepër? Besoj se është shumë interesante pjesa që lidhet informatika dhe ekonomia, është një ndërthurje shumë e bukur midis së dyave dhe pse jo ne mos japim diçka më tepër në këtë fushë. Plus që teknologjia asnjë nuk të lë mbrapa, kështu që Është vërtet, edhe në kohën në cilën e jetojmë. Studiuam dhe tregun edhe dolëm për fundimin që kjo deg ishte vërtet një deg shumë e mirë për të vazhduar. Dhe është shumë e rëndësishme për gjithë studentët të cilët ndoshta janë në apat e para apo më mirë mund të themi ata gjimnazistë që ende nuk kanë vendosur për studimet e tyre të studiojnë tregun, është një ndër këshillat më të mira të karrierës. Besoj që edhe ju e keni Është një zgjidhje ideale, mendoj, sepse edhe ardhmja drejt këtyre fusha është duke u fokusuar dhe asnjëherë nuk të lënë balt. Në ndërthurjen midis të dy javëve do ishte diçka vërtet në jashtëzakonshme. Është e vërtet, sidomos edhe me zhvillimet e teknologjisë të cilat janë duke ecur gjithmonë edhe më tepër sikurse Elia e përmendi. Le të ndalemi tek projekti Agropartner. Çfarë është konkretisht dhe cili problem synon që ky projekt të jap një zgjidhje? Si nisi nga ju ky projekt? Atëherë, projekti Agropartner nisi në një mënyrë shumë spontane, duke identifikuar problemet e zonës së Korçës dhe jo vetëm. Të gjithë kemi hasur fermerë të cilët kanë problematika në shitjen e produkteve të tyre bujqësore dhe janë duke shitur me një çmim relativisht të ulët. Kjo është diçka zhgënjyese për ta sepse kanë ndërtuar shumë mund dhe sakrificë për ato produkte bujqësore dhe nuk janë duke u shitur me një çmim, le të themi, të mirë dhe të justifikojë të gjitha të punën edhe. Dhe nga ana tjetër kemi biznese të cilat nuk janë duke marrë produkte cilësore dhe pse jo, ne mos japim një zgjidhje efikase midis të dyave dhe të krijojmë një partneritet, ndaj dhe kemi vënë Agropartner, sepse qëllimi jonë është vendosje partneritet midis bizneseve dhe fermerëve. Ky ishte synimi i parë kur ju menduat për një projekt i cili ishte në formën e një konkursi apo jo? Në fillim nisi si një detyrë klase, një detyrë kursi themi ne në universitetin ton, dhe nisi shumë spontanisht dhe nuk e menduam që mund të merrte për masa kaq të mëdha, të jemi të sinqertë. Por gjëra që lindin ndoshta edhe nga realiteti, edhe që lindin shumë spontanisht, ashtu si ky projekt, marrin gjithë vëmendjen e merituar edhe pse jo për të zbatuar mbi të gjitha, sepse qëllimi kryesor besoj që edhe nga ana juaj si student, por edhe për gjithë ata që kanë mbështetur që ky projekt të vendoset në zbatim. Si organizuat si ekip dhe gjithë zhvillimit të projektit, sa zgjati ai, cilat ishin ndoshta edhe rolet tuaja? Nga ana tjetër, çfarë sfidash hasët gjatë përgatitjes? Tani si ekip ne ishim 4 individë dhe nëse flas për sfidat, kishte shumë sfida, shumë debate të vogla mund të themi mes grupit. Që të mos i futem detajave për debate në kuptimin për mos rënë dakord në dakord të fjalës. Po. Jo debate shere. Duke shtuar njëra tjetrën dhe duke bërë diçka një secila ka pasur ide ndoshta të ndryshme. Për shembull, kishte raste që unë përputhesha shumë mirë me idetë e Seriolës dhe Seriola nuk përputhej shumë mirë me idetë e një vajze tjetër nga grupi. Këtu ishte më tej për debati. Kjo është më se normale, domethënë ne jemi gjithmonë mundojmë të plotësojmë njëra tjetrën dhe të japim një rezultat të mirë dhe të nxjerrim një punë të mirë. Dhe këto debate janë të domosdoshme, kështu rritin punën, produktin, cilësinë edhe pse jo, ndoshta të gjitha këto
debatet vogla mes jush ju nxitën për të pasur suksesin dhe për të shpallur edhe projektin tuaj si projekti më i mirë dhe ai. Po që u koordinuam shumë mirë edhe me idetë edhe me pjesën e prezantimit tek, edhe pse kishim emocione normale, po që u koordinuam shumë mirë. Sa zgjati si punë nga ana juaj si student? Po tani si ide mos gaboj, ne kishim shumë kohë përpara. Dhe diku tek një muaj zgjati mos gaboj si. Do me thënë ka qenë një punë e pandërprer, kemi punuar çdo ditë nga pak, duke strukturuar më shumë idenë dhe duke i dhënë le të themi duke i dhënë më shumë jetë ideës tonë dhe duke e paraqitur atë edhe me pjesën teknike, me gjëra nga pjesa e informatikës, duke shtuar video, gjëra të tjera që bërëm edhe studimet edhe gjithçka që bëni në universitet ju ndihmuan për të dhënë të mirën edhe në aspektin e teknologjisë. Sipas jush, çfarë e bëri këtë projekt Agropartner të dallojë nga projektet e tjera dhe të fitonte vlerësimin maksimal edhe nga ata që vlerësuan nga juria? Po, unë mendoj se ne kishim avantazh që studiuam tregun, kjo është mendimi im. Dhe mendoj që në momentin që ti studion tregun, si edhe për degën e studimit që ne folëm pak më përpara, në momentin që ti studion tregun, mendoj se arrin më tepër edhe ke më shumë avantazh për të fituar në këtë rast. Vlen për të përmendur fakti që ne është një ide inovatore dhe nuk është e hasur në Shqipëri deri më sot apo edhe në Europë, nëse do të flasim, është diçka autentike, duke ne kemi identifikuar një problem real dhe për t'i dhënë një zgjidhje, çfarë do bënim ne si studentë, sepse kohët e fundit diskutohet shumë që gjenerata Z nuk është e fokusuar drejt sektorëve të ekonomisë apo sektorë të tjerë dhe pse jo ne mos tregojmë që ne jemi të aftë dhe në fund ne jemi truri këtij vendi dhe jemi artmja. Po. Jemi të gatshëm që të ndihmojmë sadopak me aq sa mundësi sa ne kemi që të japim rezultat dhe pse jo mos e bëjmë vendin tonë që të zhvillohet edhe më tej. Le të mos harrojmë edhe duke parë realitetin shumë nga prindrit tanë ndoshta janë të fokusuar tek bujqësia me të drejtë kanë nevojë për më tepër mbështetje, për më shumë vëmendje. Edhe pse jo, projekte të tilla, të cilat vijnë nga vetë studentët, mund t'i mbështesin edhe mund t'i ndihmojnë edhe më shumë në atë që ata duan të realizojnë. Si përjetuat atë momentin finale, momentin e shpalljes si fitues dhe sa rol kanë luajtur nga ana tjetër pedagogët, Fakulteti i Ekonomisë dhe Universiteti Faustinian Olina në këtë sukses të vogël tuaj? Tani emocionet kur fituam ishin të mëdha. Me thënë të drejtë nuk e prisnim sepse edhe grupet e tjera ishin shumë mirë vërtet. Vlen për të vlerësuar fakti që ata kishin bërë një punë shumë të madhe dhe konkurenca ishte shumë e fortë. Dhe prandaj besoj se kjo ishte gjëja që ne na motivoi që të punonojmë edhe më fort, duke qenë se edhe konkurrentët tanë kishin bërë një punë të shkëlqyer. Kur shikon që pjesa tjetër është duke punuar fort, ju dëshironi të jeni maksimumin. Po që realisht nëse unë do të isha në vendin e juris, nuk do dija këtë shpallja fituese, se ishin shumë mirë. Në fakt dhe ata vetë ashtu ishin, se ne kishim si juri, domethënë të ftuar si përmarrës të ndryshëm nga Korça. Kishim po ashtu të ftuar edhe pedagogë të ndryshëm, ndërto që na kanë ndihmuar shumë dhe na kanë suportuar shumë, ka qenë profesorja dekania e ekonomikut, Aida Gabeta, që unë e përshëndes shumë. E përshëndes. Dhe që na i bëri të mundur fillimisht këtë detyrë, domethënë që ne ndërmorëm përsipër dhe ajo çfarë që mua më pëlqeu shumë ishte që universiteti jonë ofroi mundësi edhe për startupe, gjë të cilën na ndihmon shumë si student që ne të angazhojmë më tepër edhe ta ngrejmë, le të themi, këtë ide akoma dhe më lart. Gjithashtu kishim edhe një mbështetje shumë të madhe edhe nga pjesa e Korça Innovation Hub, që ishte pa përkrajen e Megit ne nuk do ishim këtu realisht, sepse na kanë ndihmuar shumë për pjesën e prezantimit, ishte domethënë edhe pavarësisht angazhimeve të saj, ajo gjithmonë ka qenë atje për të na suportuar, për të na dhënë, le të themi, nga pjesa teknike nëse mund të shtonim diçka të re ose ishte një ndihmë shumë e madhe, vërtet e falenderojmë. E përshëndesim dhe Megin, ajo është gjithashtu një mikesh e programit Muzik Plus, e ftuar her pas here ku prezanton projekte të tilla me nxënësit dhe studentët. Më bëri përshtypje ajo që Elia tha që patjetër punimet të tilla janë shumë të rëndësishme për ju si student. Prandaj dua t'ju pyes që për mënyrën se si ndoshta i keni përjetuar një detyrë thjesht që mund ta keni realizuar si projekt brenda auditorit dhe këto detyrat e tjera të cilat shkojnë përtej një ore seminari apo leksioni, ku ndryshojnë dhe si ndikojnë këto tek ju si student? Unë për shembull do veçoja këtë momentin e grupit, domethënë Agropartner, ne profesorja Aida Gabeta, dekania, na tha që
ta prezantonim edhe një herë në klasë, domethënë, që ne të shikonim ndonjë gabim që mund të kishim, sepse sado emocionet të kaplojnë atje tek kur ke përpara një audiencë të madhe, në atë rast si përmarrës diçka që të cilën ne në një ambient që nuk është jemi përballur, nuk është jemi përballur me një projekt të tillë dhe e morëm shumë mirë, okay, tham në rregull, ta prezantojmë dhe në klasë më mirë për ne sa vetëm aty. Ta më bobo. Emocionet bën të vetë. Pak e vështirë sepse ne ishim grupi i parë që prezantuam dhe sigurisht ajo duhet të përballeshim me shkrirjen e akullit, domethënë grupet e tjera kishin më të thjeshtë sepse ishim ne të parë që do prezantoni dhe e gjithë pesha, përgjegjësia, të gjitha ishin mbi ne, syt ishin po prap tek ne, duke qenë se kuptohet, pa gjithmonë të parët kanë më shumë emocione, por që besoj se përballuam mirë. Patjetër, rezultatet tregojnë që e keni përballuar shumë mirë edhe me shumë sukses. Vajza, si e shihni të ardhmen e këtij projekti dhe pse jo karrierën tuaj profesionale, ku e shihni veten pas përfundimit të tani studimeve? Personalisht e shikoj veten më shumë të fokusoar në pjesën e biznesit. Mendoj se edhe aftësitë e mia janë më mirë se në çdo fushë tjetër dhe besoj se mund të jep mja diçka. Për sa i përket projektit Agropartner, mendoj se pse jo mos e zhvillojmë edhe më tej, duke qenë se siç e tha dhe Elia pak më parë, shkolla jon ka bashkëpunim me startupe dhe pse jo mos e bëjmë pjesë startupeve dhe ta zhvillojmë ende më shumë si ide dhe pse jo mos jemi përfitues. Shumë mirë. Po që është gjë shumë e mirë që edhe unë shkoj shumë veten në biznes, domethënë është gjë e mirë që ne të ndërthurim biznesin me teknologjinë, domethënë ekonominë me teknologjinë, në këtë rast bujqësinë me teknologjinë për projektin tonë. Është vërtet një ide shumë e mirë për mendimin tim. Një problematik që ne jemi duke i dhënë zgjidhje dhe duke le të themi duke e zgjidhur në mënyrën më të përshtatshme. Edhe mbi gjitha në kohën në cilën ne jetojmë, teknologjia është bërë e pashmangshme dhe në këtë rast dhe është e nevojshme për ta integruar së bashku, sikurse ju e përmendët, qoftë me bujqësinë, por edhe në fusha të tjera me ekonominë patjetër. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do të përcjellni për gjithë bashkëpunëtorët tuaj, të cilët ndoshta kanë ide sipërmarrëse, por edhe hezitojnë që t'i realizojnë ato, apo qoftë të realizojnë projekte të tilla në momenti që e kanë një opsion edhe një mundësi. Të gjithë kemi hezituar në fillim për çdo gjë, jo vetëm për detyra të ndryshme që na japin pedagogët në shkollë, por unë mendoj që të ndjekin ëndrrën e tyre fillimisht, të ndjekin atë çfarë ata dëshirojnë në të vërtetë, të bëjnë mos shumë kam parë shumë studentë që thonë hajde më të bëjmë një shkollë. E kupton edhe nuk mendoj se është zgjedhja e duhur. Mendoj që duhet të shikojnë shumë mirë dhe shumë me detaje mundësi që ofron universiteti, mos stepme dhe mos thonë që po t'ikim Tiranë të shkojmë jashtë shtetit, sepse ka vërtet mundësi shumë të mira. Sepse kështu kemi qenë dhe ne. Këtu është ideja që do kim Tiranë, do kim jashtë. Në të njëjtën situatë jam ndodhur dhe unë, duke qenë se ishte kjo pjesa të shkojmë Tiranë, siç ishin të gjithë bashkëmoshatarët e mi, po mendova pse jo, mos bëja një dek që Universiteti i Korçës ofron, jam afër me familjen dhe duke i shfrytëzuar të gjitha mundësitë më të mira mund të jap maksimumin këtu. Po ashtu përveç dekëve të studimit, ka plot gjëra të tjera që ofron, ka Erasmuset, që është një mundësi shumë e mirë për çdo student, ka dhe aktivitete të ndryshme që organizon Këshilli Studentor, është domethënë mendoj se është diçka shumë e mirë, nuk ka problem që të shkoj Tiranë nëse ndoshta ndonjëherë përfshin ai lloj trendi që ndodh, por nëse bëjmë ju jeni kështu shumë të mira në analizë, në ekonomi, nëse bëjmë një llogari të mirë, atëherë patjetër përfitimet të shumta, qoftë në aspektin ekonomik, por dhe në atë mbështetjen tjetër që na ofron familja, është të qëndrojmë këtu edhe pse jo kur ke afër familjen është akoma më mirë. Për të studiuar në degën që ti dëshiron. Mbi të gjitha, dega që ju keni është një degë që mendoj patjetër që ka potencial, por që do të ishte e njëjta gjë edhe nëse do të ishte në Tiranë, por edhe këtu ku ju jeni. Është njësoj, shpjegimi, detyrat i njësoj, nuk ka ndonjë problem. Pjesa e stafit akademik është shumë mbështetës. Të paktën unë dhe Elia dhe Elia mund ta konfirmoj që kemi ndier një mbështetje maksimale. Nga çdo pedagog. Jemi ndier shumë mirë, po. Më vjen mirë dhe ju uroj shumë suksese. Qoftë në këtë projekt për ta vazhduar edhe më tej edhe për t'i dhënë më shumë zë, por mbi të gjitha edhe në gjithçka që ju doni të realizoni në karrierën tuaj. Vajza, ishte kënaqësi. Edhe për ne. Unë ju uroj një ditë mbar në vazhdim, di që jeni në sezon provimesh. Ju uroj shumë sukses të gjithë studentëve. Patjetër, gjithë studentët që janë në sezon provimesh, shumë suksese. Di që është një periudhë e ngarkuar, por që me punë dhe me vullnet mund t'ia dini për të arritur rezultatet
e dura dhe rezultatet maksimale. Ne shkëputemi miq për të ndjekur një hapësirë muzikore, bashkë rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Music Plus.